Rikthehemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, ku zhvillimet më të fundit në Hungari kanë tronditur një nga modelet e qeverisjes më të konsoliduara në Evropë. Dhe në fakt kanë vënë në pikpyetje dhe figurën dhe dominimin e gjatë politik të Viktor Orban. Gjitja një figure të re si Peter Magyar, por shihet si një sinjal i qartë edhe sistemet e forta mund ndonjëherë të sfidohen qoftë edhe nga brenda. Por a është ky një zhvillim i izoluar vetëm në Hungari apo mund të përbëjë një sinjal dhe një precedent dhe për vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe sa vija paralele mund të hiqen përmes këtij realiteti dhe gjithashtu realitetit politik shqiptar. Kam kënaqësinë që të ndaj një bisedë me zotin Edmond Panariti, një politikan me përvojë të gjatë, i cili ka mbajtur detyra të rëndësishme si ministër i bujqësisë, ministër i jashtëm. Përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi që diskutojmë së bashku. Kënaqësi për mua, faleminderit për ftesën. Do të kemi mundësi për të një këndvështrim të gjerë edhe për zhvillimet ndërkombëtare, por gjithashtu për të hequr dhe vija paralele për sa i përket zhvillimeve aktuale politike në vend. Lidhur me këtë ngjarje të fundit në Hungari, fiton një figurë si Peter Magyar, duke sfiduar kështu dhe 16 vite pushtet të Viktor Orban. Shihet si fundi një epoke, një fitore historike. Si e komentoni? Padyshim është fundi një epoke dhe është një fitore historike, por ajo që do të dëshiroj të theksoj është që këtu nuk kishim një ballafaqim apo një përplasje të karakterit ideologjik apo programor, po kjo votë ishte më tepër në trajtën e një referendumi popullor për ndryshim. Pasi 4 mandate rresht kishin konsoliduar pak a shumë një qeverisje të fortë me tipare autokratike, e cila u vendos edhe në një kurs përplasje me Bashkimin Evropian. Ju e dini që Orban krijoi një boshtë ose tentoi më mirë të krijonte një boshtë vendesh të Europës qendrore, kryesisht me Çekinë e kryeministrit Babi dhe të kryeministrit të Slovakisë Fico, duke tentuar ndoshta të përfshinte në këtë boshtë edhe presidentin Vučić, për të krijuar, si thuaç, një kontrapedal ndaj Bashkimit Evropian dhe për të marrë një rol, të themi, kushinet në marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Lindjes, posaçërisht midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Në një moment shumë kritik, ku kishin bënë me një sulm, me një agresion të hapur të Rusisë ndaj Ukrainës. Dhe roli që mori Orban, për fat keq ishte ai i kundërshtimit të masave të propozuara nga Bashkimi Evropian. Ai përdori dhe mekanizmin e vetos dhe në disa raste ndikoi edhe në vonimin e ndihmave apo të asistencës financiare ndaj Ukrainës. Kjo pastaj u përkthye në një ngërç të asistencës financiare të Bashkimit Evropian ndaj Hungarisë, e cila pastaj u reflektua edhe në situatën e përgjithshme sociale dhe ekonomike të vendit. Gjë që ka ndikuar padyshim fort edhe në këtë traumë elektorale që Orban pësoi në këto zgjedhje, ku rivali i tij, Magyar, zotron tashmë 2/3 pra ka shumicën dërmuese që i lejon atij të bëjë ndryshime rrënjësore, madje edhe ndryshime kushtetuese në pozicionin e tij si kryeminist i arshëm i Hungarisë. Pra, nëse ne do të bëjmë një analizë të votës, ne do shikojmë që kemi një rritje të numrit të votuesve, e paparë një rekord historik për Hungarinë, dhe rritjen e fashës votuesve nga 15 deri në 35 vjeç. Dhe kjo ndodhi për arsye? Pikërisht nga që ata është pjesa më aktive që nuk e pranoi marginalizimin ndaj tregut evropian. Keni parasysh, rinia synon që të jetë e përfshirë në programet e zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë të Bashkimit Evropian, ndërkohë që këto programe kaluan në ngërç, kaluan në staz, pikërisht për shkak të politikës të tejskajshme sovraniste dhe të krijimit të boshave apo marrje të një roli i cili nuk ishte kërkuar Orbanin, pra për të shërbyer si një rryp tamponi midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Dhe po ta shikoni më i dëshpëruar nga kjo histori është Rusia, e cila tashmë shikon veten pa një aleat të fortë të saj. Pra, por publiku hungarez, veçanërisht
rinia, e cila konsideron veten pjesë të Europës së Bashkuar, nuk e toleroj këtë, prandaj dhe vota masive kundër atij vinte nga rinia. Kjo si votë reflektuar, zoti Panariti, lidhur me faktorin ndërkombëtar, pasi siç e dim Peter Magyar është më pro BE-s dhe ka premtuar që do të ketë edhe një çlirim të fondeve, do të negociojë më shumë me Brukselin, por nga ana tjetër, a nuk ishte edhe një votë, një revolte qytetare, duke qenë se Magyar ka premtuar reforma kundër korrupsionit, ka premtuar të pastrojë sistemin politik dhe institucionet, synon të rikthejë besimin në shtet dhe në ligj? Po, kjo është vërtet. Unë thash pak më përpara që kjo ishte një votë referendare, pra votë për relacion, votë për ndryshim. Pra nuk ishte thjesht votë programesh, pra votë referendare. Dhe ajo që u vure është që madje do thoja edhe elita ekonomike e vendit, e cila ka qenë përfituese në këto 4 mandate, sepse elitat ekonomike përgjithsisht janë të lidhura me pushtetin. Shëtitse, gjithmonë të lidhura me pushtetin. Kësaj radhe në një pjesë të madhe votoi kundra Orbanit për arsye sepse u trondit raporti i tyre me Bashkimin Evropian. Ju e dini, bizneset hungareze janë pjesë e rritit evropian të bizneseve. Kështu që si thua ngërçi që krijoi Orban në marrëdhëniet edhe të biznesit nuk u përtyp nga kjo elitë. Pra pati rrudhje edhe nga kjo kategori e cila përgjithsisht e kishte votuar. Po në qytetet e mëdha dominimi ishte i qartë. Po madje rrudhje pati edhe në zonat tradicionale, ku ai është votuar vazhdimisht, në zonat rurale dhe nga shtresa pensionistëve. Edhe këto nuk e përtypën, do thoja, inflacionin e madh që psoi forinta hungareze si rezultat pikërisht i ngërçit të marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe Hungarisë, dhe gjithë ky kompleks faktorësh çoi në këtë ndryshim i cili do të vinte sepse nuk kishte rrugë tjetër. Pra, ajo që mbetet për të parë është rreth parë tashmë ajo që konsiderohej si një lëvizje që po konsolidohej, pra një brez i Europës qendrore, ku Orbani ishte shpallur si një lider që në një farë mënyrë do të kundërbalansonte, domethënë në thonjza politikat e Bashkimit Evropian në raport me Rusin, nuk ekziston më, ose është rënditur rënd, mbeten nuk e di tashmë kush diet fati i 2 shteteve, Slovakisë, Ficos, kryeministrit, dhe Babić të Çekisë, të cilët kanë tentuar dhe kanë treguar dhe ato në një farë mënyrë një qëndrim refraktar ndaj Bashkimit Evropian, duke tentuar të krijojmë lidhje dhe raporte me Moskën. Pra, kjo është një fitore e Bashkimit Evropian. Një fitore e Bashkimit Evropian që tashmë në drejtimin e qeverisë hungareze do të kemi një pro-europianist të bindur, i cili e pati kartën ose kalin e betejës, zhbllokimin e ngërçit për 17 miliard euro që Bashkimi Evropian kishte vënë si sankcion ndaj Hungarisë për shkak të mos unifikimit të politikave të saj dhe qëndrimeve të saj me ato të Unionit në raport me Rusin dhe me Ukrainën. Magyar ka dhe një tjetër specifik që është komentuar shumë. Dikur mbështetës i zjarrit i Orban, tani më është